Nëse po mendoni se i keni parë të gjitha bukuritë shqiptare, e keni gabim. Sot do të udhëtojmë bashkë drejt një vendi të fshehur, të bukur, monument kulture që është vetëm 40 km larg Tiranës. Qëndroni në video dhe zbulojmë detajet e këtij vlogu bashkë. U nisëm nga Tirana e nxehtë dhe e zhurmshme në mëngjes dhe pas 30 minutash trafik mbërritëm në Brar dhe aty morëm rrugën e Arbrit. Është e pamundur, trafiku është bashkëpunëtari ynë në çdo video dhe në çdo udhëtim, pavarësisht se ku jemi duke shkuar, në jug, në veri, në Shqipërinë mesme, kudo trafik. Një arterie kryesore dhe shumë e rëndësishme e cila lidh Tiranën dhe Maqedoninë e Veriut dhe Dibrën sigurisht. Në fakt, kjo nuk është një rrugë e re, por është një rrugë historike që përshkron gjurmën e rrugës së Arbrit. U tallën aq shumë qeveritë shqiptare me ndërtimin e kësaj rruge, sa ishte edhe barcaleta e çdo fushate zgjedhore. Për 30 vjet me radhë, të gjithë premtonin ndërtimin e saj, derisa u finalizua vetëm pak vite më parë. Afërsisht 450 milionë euro shpenzoi qeveria shqiptare për këtë rrugë, edhe pse ka pasur shumë problematika ndër vite. Megjithatë, rruga e Arbrit është një nga veprat më të rëndësishme infrastrukturore të Shqipërisë, sepse rikthen në jetë korridorin historik që për shekuj lidhte Durrësin, Tiranën, Matin dhe Dibrën me trevat lindore. Kjo rrugë ka afruar ndjeshëm Dibrën me qendrën ekonomike të vendit, duke shkurtuar distancën me rreth 70 km dhe kohën e udhëtimit me pothuajse përgjysmë. Një nga pikat më simbolike të kësaj rruge është edhe ura e Vashës, e cila ndodhet mbi lumin mat, mes Klosit dhe Gurit të Bardhë. Ura e vjetër prej Guri u ndërtua rreth shekullit të 18 dhe ka qenë pjesë e rrugës së Arbrit historike. Për shekuj me radhë, mbi të kanë kaluar tregtar, udhëtar dhe karvan që lidhnin Shqipërinë e mesme me Dibrën. Për shkak të vlerës historike dhe arkitektonike, ajo është shpallur monument kulture. Emri ura e Vashës lidhet me një legjendë popullore, sipas së cilës një vajzë e re sakrifikoi pajen e saj për ndërtimin e urës, dhe ura mori emrin e saj si shenjë mirënjohje. Sot pranë saj ngrihet ura e re e Vashës, një nga veprat më spektakolare të rrugës së Arbrit, me gjatësi rreth 280 metra dhe lartësi 152 metra mbi luginën e Matit. Ajo përfaqëson inxhinierinë moderne shqiptare. Në të njëjtin vend mund të shihen dy ura që i ndajnë rreth 300 vjet histori. Ura e vjetër që mbante karavanet e rrugës së Arbrit dhe ura e re që mban trafikun e Shqipërisë moderne. Ky kontrast e bën që ura e Vashës të jetë një simbol vazhdimësie, si një rrugë që ka lidhur njerëzit dhe krahinat shqiptare nga e kaluara deri në ditët e sotme. Besoj se jeni dakord me mua që askush nuk do ta kishte menduar që kjo zonë do të bëjë një destinacion turistik. Dhe besoj se vetëm rruga e Arbrit e ka mundësuar këtë gjë, sepse ura e Vashës tu ka qenë gjithmonë shekullore. Dhe ajo që është interesante është se ka sjell zhvillim. Llogarisësh vetëm numrin e kamarierëve, me sy të lirë i numrova vetëm 20 persona që janë punësuar këtu. Imagjinoni pak edhe rëndësia që ka ky destinacion për zonën, pra, përveç se rruga ka sjell të zhvillim, por edhe ja mundson banorëve që të vinë më shpejt në Tiranë. Këtu kishte edhe shezlon, që restoranti i ofronte pa pagesë dhe tavolina të shumta ku ti mund të ulesh edhe të shijoje ushqimet lokale buzëllumit të madh. Ashtu bëm dhe ne. Ndërsa kjo ishte menuja. Salat jeshile, salat domate 250 lekë. Normal që çmimet janë shumë të lira dhe jemi në Klos tuare, jo në Ksamil.
Një nga shpenzimet më të tepërta nëpër plazhe, kryesisht është dhe uji që kushton 100, 200 e 300 lekë kemi paguar një shishe ujë. Ndërsa këtu ishte falas me kane dhe më e bukur ishte që kur ngrohej pak ta ndronte kamarieri. Atëherë porositëm një sallatë greke pa qep, një djathie në furrë, një patate të skuqur, një troftë, një racion mish viçi, një gotë verë, një birrë dhe një fanta portokale. Trofta duket që është e lumit sepse është e vogël pra dhe duket nuk është forma e të rriturit një trajtshme, pra është e egër, jo rezervati. Përpara se të jap çdo koment për sa i përket ushqimit apo shërbimit, normalisht unë ushqimin e provoj, të gjithë çfarë vjen në tavolinë, që të jemi sigurt për atë që them. Peshku, trofta është fantastike, është shumë e mirë, nuk e di, s'kam ngrënë ndonjëherë troftë kaq të shishme se këtu. Ndërsa mishi është i pjekur mirë, por është pak i fortë në përtypje, që do të thotë që ka dashur pak zjerje. Piva dhe 2 birra të tjera dhe paguam 3.350 lekë. Më lirë se kaq nuk besoj se mund të konsumoni një drek diku tjetër. Pas dreke, porositëm edhe kafe. I pas ka një qik shtrenjtë kafe, ha? Nejse se bëj shaka. E tani është ora 2 e drekës edhe bregu i lumit është mbushur plot me njerëz. Ka ende njerëz që vinë se i shoh këtu e ura. Ja këtu. Poshtë urës së Vashës, rrjedh qetësisht lumi mat me ujërat e tij të kthjellta që përshkojnë luginën mes shkëmbimeve dhe gjelbërimit. Në ditët e verës, ky vend kthehet në një plazh natyror ku banorët e zonës dhe vizitorët zbresin drejt bregut për t'u freskuar. Në brigjet me gur të lëmuar, familje të tëra kalojnë orë të gjata pranë lumit. Atmosfera është e qetë dhe e thjeshtë, larg zhurmës së qytetit. Shumë prej tyre vinë këtu çdo verë, sepse lumi ofron atë që deti nuk mund të ta japë gjithmonë: ujë të ftohtë malor, qetësi dhe një ndjenjë të fortë lidhjeje me natyrën. Në hijen e urës së Vashës, historia dhe jeta e përditshme takohen në të njëjtin vend. Aty ku dikur kalonin karvanet e rrugës së Arbit, sot njerëzit lahen, bëjnë plazh dhe kalojnë fundjavën pranë lumit, duke e mbajtur këtë vend të gjallë jo vetëm si monument historie, por edhe si pjesë të jetës së komunitetit. Po ngjitem edhe një herë deri lart që ta filmoj nga kënde të ndryshme, sepse kur erdhëm harrova t'i bëj video zonës nga kënde të ndryshme. Shumë e bukur është natyra këtej, e virgjër totalisht, edhe mund të them që është e pa eksploruar pasi vetëm vitet e fundit, siç u thash edhe më përpara, me zhvillimin e rrugës së Arbrit edhe ura e Vashës u rijetësua. Pra, nuk është se kanë bërë një rekonstruksion të urës, por është gjallëruar nga njerëzit dhe turistët. Vinin dhe të huaj. Ore, se s'të dhash lek për parkingun, apo e keni pa lek? O vllai, nuk është me lek parkingu, tha, e ke gabim. Edhe që është krejt logjike që t'jetë pa lek parkingu, sepse jemi në mes malit, majt malit. Që lekësh duhen të pagu ashtu. Po shikojeni ama se sa makina ka të parkuar. Ka edhe shumë njerëz që vinë për të konsumuar ndoshta vetëm një drek në freskinë e lumit edhe largohen, po shumë të tjerë vinë edhe për t'u larë në lumë. Kur ishim të vegjël, them drejtën, s'kemi lënë lume, liqene, prua, rezervuar, pa u larë. Tentova të zhytem poshtë urës, por ishte e pamundur. Uji ishte aq i ftohtë sa dukej se të çante lëkurën dhe këmbët nuk e duronin dot. Shumë i ftohtë uji, shkojmë të shohim çik më poshtë, mos është më ngrohtë, aty ishte. Ose direkt për spital, ose spitalit nuk e shohim derën për një vit. Ja, si jena për të punë, për të lanë luma, tha. Ne edhe në dush kur lajemi kemi ftohtë.
Për gjithë ju që jetoni pranë Tiranës, apo afër Klosit, Burrelit, apo zonave përgjatë lumit mat, ose që janë në afërsi unë gjira nga ujë ftohtë, që janë në afërsi të rrugës së Arbrit, është një mundësi shumë e mirë për të kaluar një fundjavë ose një ditë të javës pranë lumit, pra një alternativë për të bërë plazh. Pasi edhe këtu kushtet ishin shumë të mira realisht, restoranti duke i pastër, i ri, me kushtet mira, edhe bari po ashtu, kishte tualete, kishte gjithçka që ju nevojitet për të bërë një ditë plazh. Dhe përmbi të gjitha edhe kostot ishin shumë ekonomike, pra me 5.000 lekë të reja ti mund të vish dhe të kalosh fundjavën familjarisht, konsumosh edhe një drek. Këtu parkingun e kishe pa pagesë, çadrat ishin pa pagesë, vetëm çfarë do konsumosh do të paguash. E tani është momenti që t'ju bëj juve një pyetje, pasi ndodhemi midis dy urave të epokave të ndryshme. Urës 300 e kusur vjeçare dhe urës së re së Vashës, që është ndërtimi vitit 2020. Pse quhet ura e Vashës? Sepse kam lexuar shumë dhe ka burime të ndryshme që argumentojnë emërtimin e kësaj ure. Juftoj që secili prej jush të japi mendimet personale këtu në koment, pasi është një temë që ja vlen të diskutohet. Në një botë që nxiton pafundësisht e ku gjithçka ndërrohet brenda një dite, kjo urë na kujton se gjërat më të bukura kërkojnë kohë për t'u ndërtuar, edhe se ato që bëhen me zemër nuk rrëzohen kurrë. Kaq edhe për këtë video këtu në zemër të matit, midis gurit të bardhë dhe Klosit. Me qëra fjalat e guri bardhë, këtu pranë është dhe një tjetër fshat prak, aty ku ka lindur edhe shkrimtari i madh Pjetër Budi. Përveç asaj mund të shkoni ta vizitoni gurin e bardhë, sepse aty mund gjeni shtëpinë e tij dhe shumë bujtina të tjera turistike. Dhe mund vini edhe këtu në lumin e matit, ku është edhe ura e Vashës. Kjo ishte një mënyrë për t'ju treguar që ka edhe mundësi alternative për të kaluar fundjavën pranë lumit me pak shpenzime. Dhe nëse i përmbledhin të gjitha, po llogarisim 1.000 lekë karburant, pasi janë vetëm 40 km larg Tiranës, 4.000 lekë pije, kafe dhe dreka, dhe me 5.000 lekë të reja ose 50 euro ju keni kaluar një fundjavë familjarisht. Bashkë jemi në videon e ardhshme me një tjetër destinacion turistik.